Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazërit të nderuar, sot ishte dita e parë e muajit bekuar të Ramazanit. Deshte Allah subhanahu wa taala që agjëruam këtë ditë, edhe është mirësi e madhe dhe lumë për ata të cilët kanë agjëruar këtë ditë dhe inshallah Allah ja mundson edhe me agjëru ditët në vijim deri në ditën e fundit të Ramazanit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Përkundër asaj që anti-islamikët u munduar 2-3 vite të fundit nga një pakic, nga disa zhurmagji, u munduan që ta bëjnë sulmin e rrufeshëm ndaj islamit, por përkundrazi kjo vetë se poshtoi me lejen e Allahut subhanahu wa taala, faktet janë në teren, apo bile po më tregon një vëlla në Prishtinë, sot ishin në kafeterit ishin të zbrozura, apo pastaj një çështje që u bë shumë e madhe ishte çështja e drejtorisë arsimit në Prishtinë, që e bëri do thot lejesën e ndryshimin e orareve realisht për agjëruesit. Subhanallahu, dhe ata po thon disa zhurmagji po thon që po cenohet laiciteti. Po ky popull musliman, komuna si komunë, normalisht i shikon brengat e qytetarëve apo brengat e stafit të vet. Nuk ka këtu ndryshim të laicizmit, apo nuk ka këtu cenim të laicizmit. Mos u friksoni, unë pju siguroj se me këto metoda nuk vjen shariati. Kështu që mos u friksoni, çfarë po friksoheni? Sepse ne nuk e kemi metodën që qëllimi e justifikon mjetin. Dhe përkundër asaj që disa besimtarë kanë hyrë në parlament, lutim Allahun azza wa xal që t'i ruaj nga çdo e keqe, nuk do të thonë që ata që janë futur në parlament dhe kanë me ta bëj shariatin, por nuk vjen shariati, mos u friksoni. Kërkush mos të friksohet. Shariati ka metoda tjera. Sikur shariati të vije, kishte marrë në Turqi që 20 vjet në pushtet janë ata të cilët falin namaz. Apo normalisht mund t'i ndalin disa ligje që bien në kundërshtim me fenë e shumicës së popullit tonë, disa degenerime, disa ku e diuna. Mirë, po shariati nuk vjen, kështu që heqeni nga mendja, sepse nuk është metodë profetike që me ndryshu me një gjë duke i shkel disa gjëra, disa parime fetare. Ma thonë, mos keni frikë. Ju thash edhe një herë, sikur, se ne kemi shembuj konkret. Kemi shembuj nga shtetet e muslimanëve që nëpërmjet partive janë futur në parlament dhe nuk kanë mujt me bëj shariatin. Nuk keni nevojë mu friksu. Nuk keni nevojë që vetëm nëse një drejtori e arsimit e ka lejuar apo ju ka thonë mësimdhënësve para iftarit që ta mbarojnë mësimin. Nuk do të thonë që po cenohet laiciteti, që nuk keni çfarë më friksu. Ndërsa për besimtarët të cilët kanë vendosur që t'i ekspozojnë rrezikut brenda parlamentit atyre, do të thonë ligjeve të ndryshme që bien ndesh me fenë e Allahut subhanahu wa taala, disa prej ligjeve, apo atëre të mundohen që kur vjen një ligj i caktuar që e cenon besimin e popullit, të bëhen bashkë dhe t'i lën partit apo ato preferencat e partive. Kur vije që cenohet besimi i popullit, duhet bëhen gjithë bashkë. Dhe këto besoj e bëjnë inshallah taala. Mirë, po anti-islamistëve, të krishterëve apo ku e diunë gjitha komunistëve, ateistëve, po ju sigurojnë që nëpërmjet këtyre besimtarëve që janë futur në parlament nuk ndryshohet sistemi. Pe kuptoni? Nuk ndryshohet sistemi. Sepse sistemi është sekular, sistemi është demokratik, laik, shteti, ku e diunë. Ja kishin mujt Turqia me ndryshu që shumica në partinë që është në pushtet shumica e namazli, ja kush mos thot. E ti po mendon që e ndryshon këto? Mos ki frikë. Pse po ki frikë? Ai i cili ka është nga biti i këtij populli. Mundohet normalisht disa parime, disa rregulla që e mbrojnë do të thënë popullin në Kosovë, edhe kaq, nuk ki çka shqetësohesh. E rëndësishme është që muslimanët duhet me punu, besimtarët le të punojnë, hoxhallarët normalisht, maksimalisht hoxhallarët nuk është mirë të përzihen apo të bëjnë fushata politike, sepse i përqajnë xhamatin, po ta mbash anën e një partie të caktuar, do të kesh në partinë tjetër që ka besimtar. Edhe është problematike hoxha të mën anime, apo në mënyrë të përgjithshme, apo na i mbrojmë besimtarët, i mbrojmë kudo qofshin, po qoftë edhe mëkatar nëse janë. E rëndësishme është që kushdo që e ka marrë një emanet, le ta çojë deri në fund me lejen e Allahut subhanahu wa taala, edhe pse normalisht i ekspozon rrezikut, i ekspozon sulmeve të ndryshme. Lutim Allahun azza wa xal që gjithë muslimanët të vetëdijsohen, apo edhe ditës po vetëdijsohen. Elhamdulillah, kjo është mirësia e Allahut, sepse nuk është në dorën tonë. Sikur të kishte me qenë kjo fin dorën tonë, kishte mu çrrnjos nga toka. Ota nuk aq sulme ka të organizuara, aq fonde jipën për me sulmu islamin,
qoftë në mënyrë shtetërore më herët që është bo në kohën e komunizmit, qoftë me mbretëri të ndryshme, me ushtri të ndryshme, nuk kanë mundur me ndalë këtë din. 50 vjet Shqipnia në komunizëm, tash i xhamiat po mbushen. Më thonë, ky është ai rezultati apo që Allah subhanahu wa taala don me ngrit këtë fe. Sepse është fe e vërtet. Inna ad-dina 'inda Allahi l-Islam. Me të vërtet fe vetëm e pranuar tek Allahu është Islami. Sa doni ju e sulmoni. Mund marrë një periudhë, një kohë e caktuar që mund më stagnu pak, por se prapë ngritet ajo, si që po shihet. Është i luz gjithë anti-islamistat. Çfarë do qufshin, çfarë do kategorie qufshin. Kthehuni dinit Allahut subhanahu wa taala, kthehuni popullit, që populli me të madhe pikthehet Allahut subhanahu wa taala. Hani kur i disa thënë islamizimin e popullit. Po çfarë islamizimi na musliman jemi, o ndëru. Na musliman jemi, musliman. Jemi deklaru pa dhunë. Vetë jemi deklaru, mbi 90% musliman. Kërkush me zërë si ka shtimu deklaru aty që s'janë musliman. Në tytën e pushkës nuk i ka thonë deklarojë musliman. Vetë është deklaru, e ndin vetin musliman. Edhe qëfar? Qato që e ndin vetin si musliman, thjesht po e praktikon një adhurim të caktuar. Ku o problemi? Jo, kjo pecenoj ka laicitetin. Qëfar laicitetin nuk cënot laiciteti? Nuk të vjen sheriati, edhe njerë për të thëmë, nuk të vjen sheriati me këto metoda. Sheriati metoda tjera lyp, kur populli si popull, e lyp fenë Allahut azza wa jall, e lyp Kur'anin. Atëherë Allahu çon ndryshime, bën ndryshime në vendet e muslimanëve. Në vendet e mëdha të muslimanëve nuk ka ligj sheriat, ti po tutesh këtu ka betar sheriat. Kështu që flej rahat, mos u frikso, edhe mos sulmo, edhe i këshilloj edhe muslimanët. Le ta shfrytëzojnë këtë muaj të bekuar të Ramazanit me hadithin e pejgamberit alayhis salam. Kur ignorantët, kur anti-islamikët, kur ata që hedhin vënirë ndaj islamit, apo kur të shohin dikush, thuaj unë jam agjërushëm. Dy herë ka thonë, thuaj unë jam agjërushëm. Mos e fliq gojen me njerëzit e fliqur. Ata që e sulmojnë, që fyen për këtë kategori e kon fjalën. Ta njerëz, edhe fizikisht janë të fliqur, po edhe shpirtnikisht janë të fliqur. Nuk ki nevojë me i fy ata sepse e fyn e ul vetin kur ti i fyen ata. Thjesht kur të ngrisin një çështje të caktuar, një dyshim të caktuar, ngrit edhe e sqaron, edhe me lejen Allahut subhanahu wa taala, ky popull musliman, ky popull e don dinën Allahut azza wa jall, veç ka nevojë hoxhallart me fol, secili në fushën e vet let fol, me lejen Allahut kanë me ndryshuar gjërat për të mirë, edhe politikanët duhet të kenë kujdes me popullin e vet. Wallahi billahi Pju them gjithëve, kushdo që e ka prek fenë Allahut subhanahu wa taala, kushdo Allahu i ka rrezu. Kemi shembuj, secili e din. Kushdo që ka prek në fenë Allahut subhanahu wa taala, Allahu e ka rrezu, e ka hek prej pushtetit. Kështu që bëni me popullin, dojini popullin. Kështu që me lejen Allahut subhanahu wa taala ne do të punojmë, apo edhe ilus Allahun azza wa jall gjithë punojnë në këtë drejtim që ta forcojmë vendin ton, qoftë në aspektin imanor, po qoftë edhe në aspektin ushtarak, që të fuqizohemi me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.